Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam rritur duke mësuar ta shoh trupin tim si diçka që duhet korrigjuar, jo sepse dikush më ofendoi hapur, por sepse gjithmonë kishte një keq kuptim. Dieta që duhej provuar, rrobat që nuk të nxjerrin shumë në pa, këshillat që vinin pa u kërkuar. Me kalimin e viteve kjo u kthye në një zë të brendshëm që nuk më linte rehat. Kur njoha partnerin tim, ndjeva për herë të parë që dikush më shihte si të rësi, jo si pjesë për të gjykuar. Ishte i vëmendshëm, i qetë, nuk nxitohej. Në fillim kjo më çliroi. Mendoja se ndoshta më në fund kisha gjetur personin që nuk më shihte si person të shëndosh. Por intimiteti është një pasqyrë e fortë. Sa më afër bëhesh me dikë, aq më shumë dalin në sipërfaqe pasiguritë që i ke mbajtur për vite të tëra fshehur. Për mua, çdo moment afërsie vinte me një listë të padukshme mendimesh. A dukem keq? Po drita? Po sikur ta mbyll dritën? Po nëse ai do të ndihet në siklet? Nuk i thosha këto, por i përjetoja brenda meje. Një mbrëmje, kur u përpoqëm të ishim më të afërt me njëri tjetrin, ndodhi një moment i vogël, por shumë i rëndë për mua. Një ndalesë, një hutim, një rregullim i sikletshëm. Asgjë dramatike, asnjë fjalë të keqe, por për mua ishte si të më kthehej gjithë frika e vjetër. Unë ndjeva menjëherë e ekspozuar, sikur trupi im po fliste para se unë të kisha thënë ndonjë gjë. U përpoqja të mbaj veten, bëra sikur nuk më bëri përshtypje, por më pas u tërhoqa. Jo fizikisht, por emocionalisht. Fillova të shmangja situatat, të shtyja momentet e afërsisë, të justifikohesha me lodhjen apo stresin. Në të vërtetë, po mbrohesha nga një ndjenjë trupi që nuk dija si ta shpjegoja. Partneri e vuri re ndryshimin. Një mbrëmje më pyeti drejt për drejt nëse diçka nuk shkonte. Dhe aty për herë të parë, unë ndjeva e lodhur nga fshehja. I tregova se sa e vështirë ishte për mua të isha e qetë me trupin tim. Se sa herë ndodhte një moment i sikletshëm, unë e përjetoja si dështim personal. Biseda ishte e gjatë dhe e ndershme. Ai më tha se edhe ai kishte pasiguritë e veta. Ndonjëherë frika ime e bënte të ndiej sikur ai po gabonte më shumë. Intimiteti nuk ishte test, por ishte një proces i gjithi. Nuk u ndjeva menjëherë e shëruar, por u ndjeva e dëgjuar. Pas asaj nate, gjërat nuk u bën kurrë perfekte. Ende kam ditë kur pasqyra më duket armikja ime më e madhe. Ende kam momente kur trupi im më duket si barr, por diçka ka ndryshuar thelbësisht. Nuk jam më vetëm me këto mendime. Kam filluar të flas më hapur, të ndaloj veten kur jam shumë e ashpër me veten. Kam kuptuar se afërsia e vërtet nuk vjen kur trupi është siç duhet, por kur ndihesh i sigurt të jesh ashtu siç je. Dhe kjo është një punë e përditshme, jo lineare, por me hapa të vegjël. Sot nuk them që nuk e dua më trupin tim, por çdo ditë po mësoj ta respektoj, të mos e trajtoj si pengesë, por si pjesë të historisë time. Dhe kjo për mua është një fitore e heshtur, por reale.